Fjala sot. Pabesi. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder, nga shërbesa Fjala sot. Fjala për sot është pabesi. Por ne shqiptarët kjo fjalë është shumë e rëndë, sepse nëse ka patur një fjalë të çmuar, të trashëguar brez pas brezi në kombin tonë përgjatë shekujve, ajo ka qenë fjala bes. Madje edhe sot, shumë nga të huaj që e duan Shqipërinë na identifikojnë përmes kësaj fjale. Kështu ne mund ta kuptojmë më shumë se kushdo tjetër se sa e rëndë është pabesia dhe se sa plag hap ajo në zemrën tonë. Tani imagjinoni se sa herë më e rëndë është të jesh i pabes ndaj Perëndis, krijuesit të qiellit dhe tokës. Na ndiqni në programin e sotëm për të kuptuar se në një mënyrë apo një tjetër të gjithë dështojmë dhe bijem në vorbullën e pabesisë ndaj Zotit dhe se me sa shumë dashuri ai na fton në pendes dhe në një marrëdhënie të restauruar me veten e tij. Ndonjëherë në dhjetën e vjetër, Perëndia kishte profetët e tij apo zëdhënësit e tij që jetonin si shembuj të jetës reale, sipas asaj që Perëndia kishte në zemër. Mund të themi se këta profet ishin ilustrime të gjalla, reale. E një prej tyre ishte edhe profeti Ozea. Ai duhej të demonstronte besnikërinë e Perëndisë në sy të Izraelit, popullit të pabes të Perëndisë. Në librin e tij, në librin e Ozeas, ne shohim se ai u urdhërua nga Perëndia të martohej me një grua jo besnike ose të pabes. Ajo quhej Gomere dhe ishte prostitut. Shohim që ajo disa herë kishte marrëdhënie që ishin kundër urdhërimeve të Perëndisë. Kështu Ozea dhe Gomeria martohen dhe kjo ishte sikur një pastor sot të martohet me një prostitut apo me një grua që ka patur disa martesa, ndoshta 3, 4 apo 5. Mund ta imagjinoni se si do t'jenë disa nga reagimet në lidhje me këtë gjë. Jam i sigurt se shumë prej këtyre reagimeve nuk do të ishin shumë të favorshme nga njerëzit që e konsiderojnë veten shumë të shenjtë apo shumë të drejtë. E përsëri, Perëndia i tha Ozeas ta bënte këtë për të qenë model i situatës që ishte krijuar midis Perëndisë dhe Izraelit. Por cila ishte situata midis Perëndisë dhe Izraelit? Njerëzit ishin larguar nga Perëndia. Ata ishin të pabes ndaj tij dhe e kishin lënë pasdore adhurimin. Ata nuk merrnin përgjegjësi morale për vendimet e tyre dhe shkalla e krimit në shoqëri ishte rritur. Prostitucioni kishte lulëzuar dhe tradhtia bashkëshortore ishte e shfrenuar. Të gjitha këto gjëra ishin shenjë e një shoqërie të sëmurë frymërisht. Dhe kështu, Perëndia e urdhëroi Ozean të martohej me këtë grua të pabes, këtë shkelëse kurore, dhe ky duhet të ishte një shembull i gjallë i marrëdhënies së thyer midis Perëndisë dhe Izraelit. Ata e kishin thyer betimin që kishin bërë në beslidhjen që Perëndia kishte lidhur me ta në malin Sinai. Në kapitullin e parë, vargjet 1 deri 6, ne shohim se edhe fëmijëve të Ozeas, fëmijëve që ai kishte me gruan e tij, Gomeren, ju vun emra simbolik që tregonin pabesinë e Izraelit. Djali i parë u quajt Jezreel, që do të thotë Perëndia shpërndan. Për shkak të mëkatit të njerëzve, për shkak të përhapjes së mëkatit deri në shtresat e larta të shoqërisë së Izraelit, si pasojë e luftrave të përgjithshme midis pasardhësve të mbretit David, për të sunduar mbi Izrael, Perëndia do t'i ndante apo do t'i shpërndante njerëzit e tij. Fëmia i dytë ishte vajzë dhe atë e quajtën Lo Ruhama. Dhe Lo Ruhama do të thotë i padashur, jo i dashur. Tani, fjalët që Perëndia gjithmonë i kishte thënë Izraelit ishin: po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme, me një dashuri të fortë, të vazhdueshme. E përsëri këtu, Perëndia po a thot këto fjalë për shkak të kokëfortësisë së njerëzve që refuzojnë të heqin dorë nga mëkati i tyre. Tani, ai po u thot se nuk do t'i fal më dhe nuk do t'i doj më. Fëmia i tretë
u quajt Lo Ami. Lo Ami do të thotë, nuk janë populli im. Kjo ishte si një lloj deklarate divorci për Izraelin. Perëndia gjithmonë kishte thënë se për shkak të beslidhjes, ai do të ishte perëndia i tyre dhe ata do të ishin populli i tij. Tani, Zoti po u thoshte se ata nuk ishin më populli i tij. Dëgjoni, vjen një kohë kur Perëndis i vjen në maj të hundës pabesia. Dhe ai shqetësohet dhe zemërohet shumë kur njerëzit refuzojnë të pendohen. Dhe unë mendoj për shoqëritë në mbar botën që thjesht përqendrohen në një fushë të marrëdhënieve midis burrave dhe grave dhe e nderojnë prostitucionin, kur në fakt ai është vërtet një plagë sociale e shëmtuar. Ai është një mëkat që është i papërshtatshëm dhe seksualisht jo normal. Në gjithë botën ka shumë gra që janë rrëmbyer nga fshatrat e tyre dhe detyrohen të bëhen prostituta. Ato trajtohen në mënyrë të tmerrshme dhe sëmundjet seksuale qarkullojnë në gjithë botën për shkak të marrëdhënieve të jashtëligjshme që kanë. Është me të vërtetë diçka e shëmtuar, e përsëri në shumë kultura është e pranueshme që burrat të mbajnë gra të tjera rezervë apo të marrin gra të përkohshme për qëllimet e tyre seksuale. Ata i konsiderojnë ato si shoqëruese frymërore apo si dashnore sekrete. Të gjitha këto janë të neveritshme në sytë e Perëndis. Këto marrëdhënie quhen prostitucion. Dhe kjo është pabesi ndaj mënyrës se si Perëndia i projektoi dhe i planifikoi marrëdhëniet. Në kulturën amerikane ka shumë marrëzi të tilla. Më kujtohet një film i vitit 1990, Gruaja e bukur, me aktoren Julia Roberts, që ishte një prostitut, por kishte një zemër të pastër. Dhe unë mendova, sa qesharake është që diçka e shëmtuar dhe e keqe për një grua, si prostitucioni, të paraqitet sikur të jetë një gjë e mrekullueshme. Në televizion shohim gra më shumë të zhveshura se sa të veshura dhe në muzikë gratë denigrohen me emra shumë të shëmtuar. Në internet shohim reklama personale dhe çdo lloj tjetër imoraliteti. Tani, në disa kultura, prostitucioni shihet si një shenjë përparimi, në vend që të shihet si një shenjë turpi. Më parë, ishte diçka e turpshme, ndërsa tani konsiderohet si një lëvizje që ndihmon për të ecur përpara në karrierë. E gjitha kjo është jo e perëndishme, dhe i krishteri duhet të largohet me vrap nga këto gjëra, ti refuzoj ato, ti luftoj kundër tyre. I krishteri duhet luftoj për liri për gratë, që ato të mos detyrohen të prostituojnë dhe të vijnë në situata të turpshme. Mirë, ç'mund të themi për një profet që martohet me një prostitut? Kjo është njësoj sikur një pastor sot të martohet me një aktore pornografike dhe nuk e teproj kur e them këtë. Perëndia e urdhëroi Ozean të bënte pikërisht këtë, sepse në shenjtërinë e tij ai vendosi t'i donte mëkatarët gjithsesi. Kombinimi pastor-aktore pornografike është i paimagjinueshëm. Është e paimagjinueshme që një njeri që vepron për drejtësinë të martohet me një person që bën ligësinë. E pikërisht kjo është saktësisht ajo që Perëndia bëri. Në shenjtërinë dhe përsosmërinë e tij, ai dha veten për të shpëtuar mëkatarët. Njerëzit që janë të papastër, njerëzit që janë imoral. Nuk ka rëndësi se kush jeni ju që na dëgjoni. Ju keni një zemër mëkatare, pavarësisht se sa përpiqeni të shtireni në sytë e botës se jeni të drejtë dhe të moralshëm. Përsëri keni lakmi dhe ligësi në zemrat tuaja, dhe nuk mund ta mohoni se keni nevojë për një Perëndi të shenjtë që është i gatshëm t'ju falë. Pikërisht këtë ka bërë Zoti Jezus. Ai na tregon se në Jezu Krishtin, ai është i gatshëm të falë paullësitë tona, mëkatin ton, imoralitetin ton. Ai na thret të jemi besnik, ashtu si në librin e Ozeas, profeti urdhëroi gruan e tij: Ti do t'jesh me mua dhe nuk do të shkosh me askënd tjetër. Nuk do të ushtrosh më prostitucion, do të qëndrosh me mua. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia na thret ne të bëjmë të njëjtën gjë. Kur ai na ka falur, kur na ka afruar tek vetja e tij, ai pret që ne të jemi besnik. Ai pret që ne të jemi të përkushtuar ndaj tij dhe ndaj moralit të tij. Dua të theksoj edhe diçka tjetër. Mund ketë njerëz që na dëgjojnë dhe mendojnë se ka shumë njerëz imorale të pandershëm në botë. Por unë dua t'ju them
se për të qenë pa besë ndaj Perëndis, mjafton vetëm shpërfillja e Jezu Krishtit. Mjafton që të silleni si të doni vetë, pa i kushtuar vëmendje adhurimit Perëndis dhe besnikërisë ndaj Jezusit, mësimit të fjalës së Tij dhe jetesës sipas frymës së Tij. Mjaftojnë vetëm këto për të qenë pa besë ndaj Tij, dhe duhet të pendoheni edhe për këtë. Korruptim nuk është vetëm kur njerëzit e tjerë mëkatojnë para syve tuaj, por edhe kur ju vetë nuk jeni të përkushtuar ndaj Perëndis. Kështu, e dini çfarë? Të gjithë kanë diçka për cilën duhet të pendohen. Perëndia po kërkon njerëz që nuk e adhurojnë atë vetëm me buzë. Ai po kërkon njerëz që t'i afrojë tek vetja e tij e t'i shpëtojë. Dhe ai përpiqet t'ju afrojë tek vetja e tij në Jezu Krishtin. Tek letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë, na thuhet se nëse ne i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë për të na falur mëkatet dhe për të na pastruar nga çdo paullësi. Perëndia dëshiron të martohet me ju. Perëndia ju do për veten e tij. A do të qëndroni? A do të jeni besnik ndaj tij? Ju lutem, largohuni nga mëkati dhe pendohuni për të. Mos e shpërfillni më Jezusin. Edhe koha që ju të vini tek ai që vërtet ju do, është kjo kohë tani. Krishti vdiq që mëkatet tuaja të falen dhe që ju të jeni të përkushtuar ndaj tij. Qëndroni me të. Miq të programit ton, ne lutemi që sot ju të hetoni zemrat tuaja për të kuptuar nëse keni qenë besnik ndaj Perëndis. E nëse jo, nuk është kurrë vonë për të penduar e për të kthyer tek Perëndia që ju pret gjithmonë me krah hapur. Jezus Krishti është duke ndërmjetësuar për ne, për pajtimin ton me Perëndin dhe restaurimin e marrëdhënies son me të. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.